Përshëndetje të dashur të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por pas të fillojmë dua t'ju them mungesa ime ishte për arsye se jam operuar prapë dhe sot jam më mirë dhe po bëjmë leximin, tregimin e mbylljes së vitit, ta them kështu para se të bëjmë atë të vitit që vije. Po fillojmë me letrën Chang, që quhet ndryshe dhe shigjetar tregon që këtë vit ke parë kogja nga mbrënda, sikur ke qenë kogja emocional. Jo sepse s'kishe si të shkoje deri te, ta them, thellë brenda vetes, por sepse duhet ta kuptoje pse këtë shtytje përpara, ta them, pa u ndalur. Ke reflektuar për zgjidhjet, drejtimin, për gjërat që të kanë motivuar. Me një fjalë ka qenë një vit kogja i mësim për ju. Ky ndalim ka qenë i domosdoshëm për të mos vazhduar në vitin e ri me këtë njëjtën ritëm apo automatizëm, është një ndalje. Dhe kjo ndalesë e bën të lindë asin apo e lind asin e shkopive të dashur shigjetar. Këtu shfaqet ajo shkëndija, pra, këtë mësim që po merrni për këtë vit, të fillojmë me këtë shkëndi në vitin që po vjen, idera, dëshira, impulsiri për të vepruar ndryshe, jo ashtu siç e bëm, apo nga ato që nuk na sollën fitime. Kjo nuk është energji e shpërndar për një fillim i pastër. Viti që vjen të jep një shans real për të nisur diçka që të ndezë vërtet nga mësimet e këtij viti që jemi duke lënë pas. Por vetëm nëse e merr gjithë këtë mësim seriozisht, çfarë ke mësuar, çfarë nuk duhet dhe çfarë duhet bërë. Çdo fillim përballet me realitetin dhe këtu vjen në pesë të shkopive. Shigjetar, do të ketë konkurrencë absolutisht, dhe përplasje. Jeta i ka të gjitha, në punë, në shtëpi, me partnerin. Jo gjithçka do ecë lehtë. Kjo letër nuk të thotë të tërhiqesh, por të zgjedhësh betejat. Pra, në vitin që jemi duke e lënë, ke luftuar për çdo gjë. Mësimin që duhet marr tregon që jo çdo debat, jo çdo luftë, jo çdo betejë meriton energjinë tënde, sidomos kur ke një qëndrim të qartë. Prandaj duhet të ndalojmë këtu që të mund të marrim gjithë, të shfrytëzojmë gjithë këtë energji që po na vjen me drejtim të qartë. Çfarë ja vlen dhe çfarë nuk ja vlen. Dhe leximin e juaj e mbyllim me drejtësi. Është letër e përgjegjësisë dhe drejtësisë personale. Pra, çfarë ja vlen dhe çfarë s'ja vlen. Viti i ri nuk do të funksionojë nëse fajin e kërkon jashtë. Dikush tjetër i ka fajet. Çdo zgjedhje ka pasojë, zgjedhja jone. Dhe tani je gati ti mbash ato. Athena, që quhet kjo letër, të kërkon qartësi, ndeshmëri dhe vendime të drejta me veten para së gjithash, jo me të tjerët. Pra, mësimin që kemi marrë këtë vit nuk të kërkon shumë për të filluar një vit të mbar, të kërkon drejtim dhe përgjegjësi. Për çfarë duhet dhe për çfarë s'duhet të luftosh, çfarë ja vlen dhe çfarë s'ja vlen. Nisi atë që të ndez, që të jep diçka, mos u shpërnda. Kur zgjedh me vetdije, rruga bëhet shumë më e qartë, të dashur shigjetar.